A do takohet Berisha dhe Rama? Dje Berisha ka thënë që është i gatshëm takohet me Ramën për të folur për rikompozimin e parlamentit, për dhomën e dytë dhe ngritjen e Senatit. Deri tani nuk ka ndonjë reagim nga Rama. Rama kur i shpyetur për një takim me Berishën ka refuzuar, po është dukur sikur deri tani problemi më i madh është Berisha. Berisha ka deklaruar që është i gatshëm për të folur për këtë çështje. A duhet takohen Berisha dhe Rama për të folur për kompozimin e ri të parlamentit dhe senatin, që do të thotë parlamenti mos ketë më 140 deputet sepse është në mënyrë të shpërpjestuar me popullatën e vendit, dhe e dyta përveç shkallës, pra dhomës ulët parlamentit, ketë dhe një dhomë të lartë, e cila tjetë senati. Pastaj format e përzgjedhjes së senatit janë ndryshme. Në Amerikë zgjedhet nga 2 për çdo shtet, në Itali ka senatorë të përjetshëm dhe senatorë të zgjedhur, që do jetë një dhomë e dytë që do të ratifikojë shumë prej ligjeve që i ratifikon dhoma parë. Pra krijohet edhe një institucion tjetër i kontrollit. A do takohen ata dy dhe a është funksionale nuk e di, por për çështje të rëndësishme që lidhen me integrimin, që lidhen me ndryshimet kushtetuese, që lidhen me pronat, do ishte shumë mirë që dy krerët e forcave kryesore politike të takoheshin dhe të mbyllnin si çështje.